Asim Gjovic ish futbollisti i Vllaznisë, kampionit vitit 2001, sot në Shkodër në një ndeshje veteranësh tashmë. Nostalgji të riveshësh fanellën e Vllaznisë? Nostalgji e madhe. Sinqerisht jam shumë i kënaqur që jam sot me ish lojtar shokët e mi. 20 e sa vite kanë kaluar, por emocionet janë gjithmonë prezente në këtë stadium të mrekullueshëm. Një ndeshje veteranësh ndaj atyre të Real Valladolid. Miqësorët e tilla besoj janë gjithmonë një kujtim i bukur. Po normal se janë pikërisht është një gjë shumë e mirë që kena organizuar si veterana, që t'jem gjithë bashkut faktit që muna më bënë t'jem kështu një ne që miqësore, t'jena gjithë bashkut, të bashkohemi, të t'i kujtojmë ndeshjet e kaluame, një gjë shumë e bukur për ne tash si veteran, por mendoj që është edhe për Vllazni edhe për Shkodër që është kujtuar shumë për këta, për ne si ish lojtar të Vllaznisë. Nostalgji për ty periudha me Vllaznin? Nostalgji e madhe, emocione shumë të mëdha. Titulli kampion për mua tash ja di vlerën. Përpara nuk ja kom di, por tash kur kanë kaluar gjitha këto vite, tash ja di për çdo ditë më shumë vlerën. Ka qenë një gjë jashtëzakonisht e madhe në karrierën time dhe shpresoj edhe për Shkodër, edhe për Vllazni si klub. Dhe cila është porosia Asim Gjokovic për lojtarët aktual Vllaznisë? Porosia për lojtarët e Vllaznisë, jepni se Vllaznia Shkodra do t'ju përkrah, dalim prap kampion. Dhe beson Gjokovic që ka momenti? Besoj, jam i bindur që është momenti. Ka forcë Vllaznia, ka tifozllëki, ka gjitha për me kënd kampion. Faleminderit. Faleminderit edhe ju.